Me ju tani do ndaj një proces që mund të provosh herën tjetër kur një kujtim i vjetër shfaqet dhe të dhëm në trup, të dhëm në shpirt. Hapi parë, ndrysho submodalitetet. Vëre se si duket kujtimi në mendjen tënde. Është i ndritshëm, është afër, është me ngjyra, me zë të fortë. Tani zvogëloje atë kujtim. Largoje më tej, bëje bardhë dhe zi. Truri yt menjëherë e ndjen që intensiteti po ulet. Hapi 2, riankoroj gjendjen. Mendo për një moment kur je ndjer i sigurt, kur je ndjer me shumë dashuri, kur njerëzit rreth e përqartë të kanë dhënë dashuri. Ndjeje plotësisht të ndjenjë. Tani sille atë ndjesi brenda kujtimit të vjetër. Imagjino se po e mbështjell veten tënde më të re, që ka kaluar atë ngjarje, e cila u kthye në kujtim më vonë, si po e mbështjell veten tënde më të re me atë ngrohtësi. Kjo rindërton lindjen emocionale. Hapi 3. Jepi kujtimit një fund të ri. Ripërjeto kujtimin, por këtë herë hy si vetja jote e rritur, do me thënë, shko tek personi, tek ti, kur ajo ngjarje ka ndodhur, në atë mosh, por shko si ti tani, me gjithë një urit e tua që të ke në këtë trup, në këtë mosh. Ngushëlloje veten tënde më të re. Nxirre nga situata ose mbroje.